Jemi rikëthuar sërish në studio dhe kam kënaqësi kem profesor Aleksandër Shqipër, gazetar, një herë që dhe kreu Unionin e Gazetarëve. Profesor, kënaqësi kem të bisedë. Faleminderit që u bashkove. Profesor, për nisi pak me këtë zhvillimin e fundit të Partisë Demokratike, dërgimin kushtetuese të marrëveshjes me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po në planin politik është veprim që e ndihmon politikisht Partinë Demokratike, sepse krijon një marrëdhënie të korrektesës juridike dhe institucionale me vetë shtetin. Është një rikthim i atij debati që më herët është zhvilluar në sfera dhe tek individ të shëndetshëm të shoqërisë politike shqiptare, që do të thotë çdo vendimarrje politike që lidhet me autoritetin e rolit e shtetit në çështje dhe veprime juridike duhet patjetër të bashkëshoqërohet me një proces transparence dhe të konsulencës ekspertuale. Këto janë etapa që nuk kanë qenë të njohura, të paktën publikisht, dhe nuk janë diskutuar në aulat e parlamentarizmit shqiptar, deri në momentin kur u servir si një dokument që duhet kalonte dhe të miratojë me votat e deputetëve. Nga ana tjetër, padyshim që shtrohet pyetja, a e cënon raportin konfidencial apo partneritetin aq strategjik që ndan Shqipëria me Shtetet e Bashkuara. Deri në momentin që po flasim, unë mendoj se jo. Veprime dhe praktika të tilla ndiqen aktualisht në të gjithë hapësirën ndërshtetërore të botës, sa aq më tepër ku areali i luftës dhe sidomos i tensioneve dhe konflikteve gjeopolitike është ndoshta në pikën më kulmore që kanë njohur të paktën në 50 vitet e fundit bota dhe kryesisht pse jo, edhe Evropa e sotme në raport me aleancat strategjike të saj. E kuptoj, por ajo çfarë ndodhi në parlament, profesor, debatet për fshehtësinë e këtij dokumenti, pastaj skena me Agronsheja, gjithçka çfarë ndodhi? Si pet gjithë atë skenar përfshirë në momentin e fundit në rendin e ditës së kësaj marrëveshje, pse duhet bërë kështu? Unë ndaj këndvështrimin tim kritik për veprimin dhe aq më tepër gjestin se si veproi deputeti Shaj, që njëkohësisht është një kryetari i partisë së re Mundësia. Kjo dëshmon dhe ekspozon dy aspekte të cilat meritojnë komente dhe debat publik në Shqipëri. Se si mund të sillet një parlamentar me të drejtën e një nënpunëseje, e cila e posedon dokumentacionin aq më tepër ky i certifikuar si i klasifikuar në kushtet e garancisë institucionale në zyrën e saj. Rëmbimi, qoftë edhe i përkohshëm, por aq më tepër edhe në një mënyrë jo protokollare, i një dokumenti të tillë prej deputetit është i dënueshëm si veprim etik, si veprim i cili cënon në rënd sjelljen, korrektesën, imazhin dhe aq më tepër atë që ne quajmë kostumin e përgjegjësisë institucionale në marrëdhënien e komunikimit me institucionet. Ndërsa aspekti i dytë i pretenduar nga deputeti ka të bëjë me fakti që deputetët nuk e paskan njohur brendin tekstuale të kësaj marrëveshjeje, të kësaj kontrate që nënshkruhet në relacionet ndërshtetërore midis Shqipërisë dhe Shteteve Bashkuara të Amerikës. Edhe kjo është e dënueshme sepse duhet që në të drejtën kushtetuese çdo përfaqësues i popullit në kuvendin e Shqipërisë ka të drejtën e paraleximit dhe të njohjes teksteve për marrëveshje specifike apo për kontrata që nënshkruhen në logon e shtetit dhe për llogaritë të shtetit. Respektimi ose jo i konspiracionit apo e thënë ndryshe i diskrecionit shtetëror për raste të tilla është gjithashtu i parapar nga kushtetuta dhe legjislacioni shqiptar. Çdo person që merr përsipër dhe ka atributin për ta njohur tekstin e një dokumenti të tillë i klasifikuar, le të themi, në mënyrën e tillë siç ishte edhe dokumenti në fjalë, ka përgjegjësinë ligjore dhe juridike nëse ai e ekspozon apo aq më tepër mund ta përcjell diku gjetkë një dokument kaq autentik dhe të klasifikuar. Ne ende nuk e kemi informacionin të mjaftueshëm për të nxjerrë një konkluzion për këtë veprim ose jo, aq më tepër që tashmë kjo është një çështje që me sa duket, për shkak të ankesës së shumicës politike pra qeverisë socialiste, ka mbritur në institucionin e hetimit që është SPAK-u. Por, më lejo të them diçka që ka të bëjë
me atë papërgjegjshmëri që ka ekspozuar dhe dëshmuar klasa jonë politike dhe aq më tepër të zgjedhurit e përfaqësuesit politik dhe institucional në Kuvendin e Shqipërisë në të ashtu quajtur në periudhë të tranzicionit dhe post-tranzicionit. Ne kemi bërë normë mungesën e përgjegjësisë dhe të mos respektimit të konfidencialitetit institucional dhe shtetëror në Republikën e Shqipërisë. Ne tashmë kemi krijuar një psikologji publike masive të dënueshme, sepse mendojmë shpesh që çfarë sekrete janë këto, ku ka më sekrete në këtë vend, e çfarë konspiracioni apo aq më tepër diskrecioni shtetëror mund të ketë për këtë apo për atë dokument. Kjo është një kulturë dhe psikologji e gabuar, e dënueshme. Në asnjë nga vendet dhe shtetet serioze nuk lihet të marrë fuqinë e dominancës publike një mendësi e tillë në shoqëritë dhe në shtetet moderne. Vetëm në shtetet e tranzicionit dhe shtetet e papërgjegjshmërisë institucionale mund të ndodhin skena apo të përsëriten manifestime të një kulture të tillë anti-shtetërore dhe anti-institucionale. Ne kuptoj. Profesor, ndalim pak tek